Përshëndetje miq të dashur, sot jemi në qytetin e Prishtinës, do të intervistojmë një njeri i cili do të tregoj për traditat e asaj kohe, po ashtu edhe për dashurinë e madhe që ka për muzikën. Për këto edhe shumë gjëra tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. Fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jon, a mundesh më na u prezantu edhe më na fol pak për jetën tone? Çfarë vështirësive ke pas në atë kohë, shkollimi deri në cilën moshë u shkollove, atë ka mungu në esen prej asaj jete? Po më thotë vërtetën, unë jam Ilmi Beshiri, nga fshati Dabishec, jem të Mramurit, gash me fes jemi, po le rrit në Dabishec, baba u lind Mramur, unë jam lind në Dabishec, shkollën fillore kum kry në Dabishec, 8 vjeçarën, jam i lindur me 5 maj 1963, i kom bo 63 vjetash. A mundesh më fol pak për jetën e asaj kohe, për kohënat, edhe më na tregu pak sa të vështirë ke pas me u shkollu. Do e pas parasysh në atë kohë keni hek me u shkollu edhe keni duft pa qare se nashta dëshira dhe e qefi i madh për shkollë ju ka bu me sakrifiku shumë. Me tregu të vërtetën, kushtet i konë ma të shtira, për shembull, i na konë 90.000 babës, 5 vllazni e 4 motra, baba Rahmetlia na ka dek, ai ka punu dek 90 vjeç ashtu. Domthon mas lufte. Ai ka marru vegla që të lija, sharkia, domthon në atë kohë me çato i na mbjetu edhe kena punu tokën, kena mojt gjohë për shembull, dele, diçka kështu, pe lektorisë. Qashtu na ka rrit në qëto kushte shtira, shkollën e fillore mua kum kry në Dabishec, të mesmen e kum kry 2 vjet në Keqekull, është u konë shkolla teknike 19 nëndori, e u enshmi me autobus, ka heru prishka autobusi, ma shumë, kom, ftaft, edhe kena pas pe orës një mësimin dhe në 7 në mbramin 8, kur shkojshim 11 natës në ora në shpe, të latë, kom, kur sarka autobusi dimnit, i në konë rrugët atërë, domthon 80-ën, 81-82. Jeta konë e shtirë, po i në mune 2 vjetë anaj kumë kryje, shkollë mesme në shkollë normale, drejtimi e konë librarë. Kumë banu të dajtë, po kushtet nuk jenë konë mira, po u disi u duhet me kalu. Me mbjetu. Me mbjetu, dyqysh. E ceke që baba u merë me vegla muzikore. A mundesh me më tregu, a e këqyshit ju babën të punua, apo në bas tina u munojshit për me i bo veglat muzikore të paktën sa me mbjetu? Po, baba ka punu gjithë shka punë dore, adin ka punu vegla, ka punu punë dore për shambull të rëfo, që konë maraklej për punë dore, ketë katuni, për shambull katun aty, ketë kanë blej sene për tina, për shambull në atë ku. Edhe ka hiek, kështu ka hiek, sa jo konë në për lufta, në për se ka pas një mosh, adin. Po mirë, po, baba në Gjermani jem konë pak azel. Dhe me thonë një konë edhe në Gjermani? Po jem konë azel, në 88 jem shumë në Gjermani. Një 2003 më kanë këthyje, të në baba ka dekë se jem konë në Gjermani. Çfarë ndjenje ka qenë kur ti ishe në mërgjem edhe do e pas parasysh që atëherë ka qenë shumë e vështirë për më ardhë, kur ka vdek dikush ose si në gzim, si një dhnim, kanë qenë shumë e vështirë me qenë këto. Vështirë se jem konë azil drejt, s'kom pas as marë as kërgjë, të në edhe shkaki luftës në duhet me dalë, se i kishëm kushtet, nuk jo qashtë mirë, atë në qashtu pa tjetër du me dalë, se qatë 97 një martu, të në mëse dërë në Gjermani me grue, mas 2 mujve më ka lind djali, 3 fëmijë kam në Gjermani më ka lind. 2 djemen, po, 2 djemen një vajzë. 98, 99 edhe 2001. E tash, a je ma shumë të nejtë në Gjermani, apo në Kosovë? Jo, na kanë këthy, në 2003 më kanë këthy. Për gjumë, dashta me të regu, veç i baba, kur më ka dek,
nuk më qëllu këtu. S'kom qëllu se në 2003 më kanë këthy, se Jazele s'ma pranu në Azile më kanë këthy. Tash jetoj në Prishtinë, në rrugën ka Koljovica që aty e kam shpinë teme. A mund është më të regu pak kur të këthyn, ama me qef kështë nejtë halo në Gjermani, apo ishe këthy në vendlindjen tone? Po, të vërtetën për me bo do kushtë, kom pas që me vazhdu me nejtë edhe në ditë të kisha bo diçka ma tepër, edhe në shkoki me rregulluna i diçka, po më këthyn edhe... Po, ne na shku që veç për kushtë ma të mira, kështu, që ke edhe lufta, për që ta, Lufta ju preki diçka në shpe? Në familje, në ngusht jo. Me hi kanë dëmonë babën, atër kanë kalzu këta në shpe që kanë te edhe në Macedoninë në shku, aty kështu në strehem, po kështu në luftë së më ka shku, kështu antari ngusht të familjes kërkush. Shqyqër. A mundesh me më tregu pak për sfidat e jetës tonë, cili ka qenë momenti ma i vështirë i asaj kohë për ty? A ka na i pik, na i breng që ti thu, ti isha këthy edhe një herë i ri, nashta e kësha bo që të pu? Po ty bes po di që ka më thonë, pa i gjë njeri ka brenga për me bo ma mirë, pa ato s'kthejen. Normalisht, ashtu. E nëse folim për traditat, a mendon që janë harru pak traditat sot? Po i në harru traditat, po tash i po thamë, për para ka pos, nështë edhe fukarallake s'komje, po dashnia në mes njerëz në konë me molla. Për shembull, edhe në fshat kër i në konë, jena shkute një unë tjetër, jo me katunor, jo me sebepe, jo jena knot që jena bokalablak, e tash ajo dashni nuk është. Këtona janë, po qaja dashni, po më do këtë mua tash, nuk po di veç që shka pos dashni atëherë, që shka pos respekti pako ma e kanë anashralu. Për shembull, për para, në autobus kër i në enë, unë për veti si në zancë, kër e kumponi njerit vjetër, unë s'kom vëjtë me nejtë ullun, e mu gërvala i heranen, hujëm që kam shumë në heranen. Kur një temë nuk e di në herë që kom nejtë në autobus ullun, kur u hinjoj më shumë. Tash vëlloj hin autobus, vëlloj veç telefonin dorë, s'këqyr kusha të ka edhe një poshtë, edhe po kuha është, si su e gjdi. Ka ndryshu. A mendon se pak edhe teknologjia e ka bo që rinia me konë qështu telefonat, TikTokat, edhe këto e kanë bo... Vërtet është ajo, kuptohet. Se në atë ku nuk ka pas, dhe me thonë, në atë ku jeni marrë vesh, ti mo që pas ke qenë edhe në Gjermani me letra, ju në konë ata telefonat fix, mu i me thonë që u dëvshë me dalë të posta për me qitë pare, për me marrë vesh, pak të na je mirë. Sa ku për shembull kaloj ke që nuk bisedojshë me familje? Ka pas shansë, për shembull, 1 muj, 2 muj, për shembull. S'ke pas ku, nuk e mujt, s'ke pas telefona, që ashtu konë problemit, ana kur dullin këta celularët, o këtë tjetër sen, po, për shembull, duf ke me shku dikun të një sebeb ku ka telefon të shpisat herë, për shembull, fol me dikan. Po, që ashtu. E tash që po i kanë tënë ata menon që tash edhe kur po vinë gurbeqartë nuk po është lezeti njajtë si për para, se në atë ku me nëzipritëshim për me ardhe dhe mledhshim si kur në shkollë para valigjeve tëmve dhe të prit me këqymës në kam pru qokolada e gjana tjera. E sot qëfar mendimi kia, ka ndryshu pa këtu? Po, ka ndryshu dësaneve që për rinine për mirë tash, po... Qëfar këshile i kështë e rinisë? Që i kështë thonë rinisë? E rinisë kështë thonë me punue, me pas dashni me zveti, tash i ndalë tëna për shembull letë me mësue, për gjithë shka u ma letë, për para konë shtirë për shembull, nuk kanë mujtë për shembull, nashta dhe s'kan pas edhe kushtet, e tash e kushtet i kanë tënë. Kusht duhet me mësue, mundet me mësue, për kushtet tash nuk i ekin tënë kanë. Veç më varet që çfarë rrugë morin. Veç ma mirë kisha preferu isha Allah morin këtë rrugë të hajrit. Mos më marrë rrugëve, po tash. Inshallah. Bacna si që dim edhe ti merresh pak edhe me muzikë, me vegla muzikore, si që cek edhe për prindin tënë. A mund është më na fol pak prej cilës mosh ki fillu ti me u merr me muzikë edhe sa të vështirë ki pas, a ka pas para gjykime, a të ka thonë dikush jo mos e bë këtë punë se s'është për ty, ose prej familjes a ki pas për kraje? Jo, për kraje, po se na pe shkollës fillore, për shembull, në shkollë fillore, i mojshëm ditat e shkollës. Për shembull, e këna pas na 18 maj ditën e shkollës, e ta na e bëjshëm dikush e thëjke një poezi, vjersha, për shembull, poezi,
dikush bëjshim humor, dikush kënaqshëm për shembull me qiteli, me def, me edhe nuk bëjshmi tana dalshmi në skenë aty për shembull në atë kohë, e kënaqshmi kongën vendi dashur kur në linde, dyqysh do kongë mëqme. Domthon pejç 8 vjeçar s'kena fillu ka pak kështu me knu, tana vllau më i madh se unë, ai edhe ka knu, tana edhe në përdarsma një kohë ma vone me grupe, herë me do shoqni, herë me. Domthon nuk i kena do kur, po e kam edhe hobi kështu. E pëlqen, e bën. E pëlqej, po. A mundesh me më tregu pak edhe për muzikët e tuja? A ka qenë edhe baba yt këngëtar apo vetëm u mirë me vegla muzikore? Baba i ka rregullu, ka ditë me ra gjitha. A keni ndaj vegël tina që e mbani kujtim? Jo. Ja se nuk... Shkaku luftës, sigur. Po, se dy që të lija i ka në nep, edhe më ka thonë me shku, nashta në nep i ka dy që të lija, që aty du më ka thonë me shku me renovu, se është shumë të vjetra, edhe tana edhe në nep e ka pas një, jënë hup aty që me dhe se ku e gjatë, Ka kalu po ka kalu ku e gjatë. Atë ka met marak që se kitë pak të një që të li prej... Jo, ajo është të vërtet. Me pas një vegël që ka marru baba, ku me ditë sa kësha bëgu. S'kisha kursyhe që ku marrë 400-500 në sharkin, për të tërkuj, ato e kësha bëgu 1000, ku me ditë sa. është e moqme, qashtu. A mundi shumë të regu pak edhe tash, sa po ka të interesum, për shembull për para jeni mbledh në për oda, keni marrë sharkijat, keni knu, keni bo muhabet, ka qenë koha ma e bukur, ma e mirë, sot sa po mbledhen kështu? Ty be, me të regu të vërtetën edhe tash, në qëtë moment të mirë është të shku folklori, ka grupe shumë tash, për shembull, mundesh me dush mu bashku, e që nuk o keq. Nuk është keq. Nuk o keq, që folklori është histori. A mendon që ka me u harru edhe pak vite? Ja, s'besaj. Nuk besaj, si të kenë, që shpeshohem që tash një trend që të shku, s'besaj, se qërë tash fjalla shaher është fjallë e modhe se shahirin konë salefe, rez, ata reza bloca, shahira, tash do të thonë këngatar se ka të lifarët grupi, që ata po thonë, ta në konë bitë e sefës. A ka pas rast që dikush nuk ka dit me knu në grupin e juj, e ju mi abo qefin i keni thonë mirë po knat? Normal, ka herë për atmosferë, për atmosferë pa tjetër, që shë, në taku që aty për shambull, një ashtu veç me bo kështu atmosferë, po që shë. Dasmat edhe kanagjegjit si kanë qenë ma heret, se traditat jënë konë pak ma të mira në atë kosës asot, sot i bojnë traditat si pas dëshire. Jënë konë 3 ditë, 3 ditë për shambull, dhe kanë për shambull premden, shtunën, dilën, për shambull e marsh. A e konë caktume, apo ki mujtë edhe ditëve tjera tjo? Shumica i kanë thirë shtunëve mbroni, për shambull kanë marrë shahira, kanë atorë, për shambull, kanë marrë për një 3 tjetër që adin kështu, maja banë gjikë këngatorë që me konë pak ma interesantë, se ke po të i veti ku të knësh nuk ta din fort vlerën, po hajde kanë mori bish më lakë, nëse reza blocën, nëse alefe reze, pe një 3 dhe kënë gollak, kanë knut bitë e sefës më leqantë, po thëmë që u konë dashni e molle. Po, naj qështu maja karabo, naj qështu në për televizion, emision, diçka për qefë. Të pas parasysh se tash i një mosh edhe apo i mbledh fëmit ose nipat, ka njëherë me ju thonë hajde një se gjyshi për do mi u knu sonte për shefin e ju. Tash që këta 3 shumë pak, nuk janë marak. Qatë mi nuk janë fort marak, kështu ka folklori, po që me thonë? Po, me qefi kishë shti edhe në këtë pjesë, po... Po, me kona një pëse jo, se kështë është një... E nipave a ki qef për mjau, po, me mjau jep këtë zanat, me thonë. Po, kur ko... Për shambull që angazhime dhe i pelqen që kemë një pa djallit lovë, për shambull, janë marakli, janë mësu me ro, janë të ri, kanë qefës edhe, e kanë edhe dojt, që kanë knu, e ta në e ke po, ka herë, si e trashiguse. E për thëmë që është mirë, adin. Kjo është se cile vore qysh e banë punën. Normalisht.
I nderuar na të falenderojmë për zemërsisht që ndove kohë me neve, e paq shnetën edhe gjithë atë mirë. Faleminderit edhe për juve, respekt, e kalofshit mirë. Faleminderit shumë.